sa ujë në ditë duhet të pimë që të hidratohemi mjaftueshëm? Është një pyetje që duket shumë e thjeshtë, është një gjë që teknikisht të gjithë duhet ta bëjmë në mënyrën e duhur, sepse nuk duhet të jetë kaq e vështirë, por shumica nuk e bëjnë ashtu siç duhet, nuk hidratohen ashtu siç duhet. Në përgjithësi ne duhet të marrim rreth 30 ml ujë në ditë për kilogram të trupit, që i bie që një person që është diku te 70 kg duhet të marrë diku në 2 litra. Në përgjithësi, duke marrë dhe një mesatar të peshës së trupit të popullsisë, bie diku në 2 deri në 3 litra, por secili mund ta llogarisë për peshën e trupit të tij, pra 30 ml për kilogram për të qenë më të saktë. Është shumë interesante sepse për një njerëz të rritur, rreth 60% e peshës së trupit është ujë. Një njeri lind në vitin e parë ai është 75% ujë dhe fillon të bjerë kjo përqindje. Shkon në 60 për shembull dhe me kalimin e moshës, te mosha e tretë arrin deri në 45 deri në 50%, pra bie përqindja e ujit. Është një grup moshë të gjitha grup moshat kanë nevojë të hidratohen, por ajo që ndodh me kalimin e viteve dhe me plakjen është që humbet dhe dobësohet, të themi, sensacioni dhe sinjali i etjes dhe kjo grup moshë e tretë fillon të pi më pak ujë, është jashtëzakonisht e dehidratuar sepse konsumon më pak ujë sepse nuk e ka të mjaftueshëm dhe sinjalin e etjes. Besoj se mund ta keni bërë edhe me familjarët tuaj që gjyshit tuaj për shembull ose prindrit fillojnë të konsumojnë më pak ujë dhe duhet të kenë kujdes.